Një pyetje, ish handbolliste e Stogut, ish handbolliste e Kombëtarës, tash po mendoj në pozitën në bord të Federatës së Handbollit të Kosovës dhe inxhinier e diplomuar. Cilën? Për momentin, I think që I own them all, po jam mas shumë të kënaqur që jam antare e bordit edhe më ka ofruar një mundësi me reprezentu edhe klubin e Stogut, po ashtu edhe Federatën e Kosovës përgjithësi. Je 28 vjeçare, besoj nga zyrtarët që sillen për federatat e Kosovës nuk kanë moshë më të re. Ma e re, ja. Çu shon ndive herën e parë kur treguan ose kur lajmëruan, ose a e ke ditë pak më herët që ki mu zgjidhur në këtë pozitë? Normalisht përzgjedhja e bordit është mbajt vitin e kaluar, edhe unë nuk jam përzgjedh herën e parë në bord. Jam kanë e para pi listës që nuk e kam rri votat e mjaftueshme për më kanë pjesë e bordit. Me të parë. Po. Masane njëna pjesë anëtarëve të bordit nuk ka qenë prezente gjatë vitit edhe nuk ka mujt më angazhu mjaftueshëm. Pastaj me automatizëm unë jam kanë e para pi listës edhe si vjet e jam përzgjedh unë. Që i bjen prej asoj listës që ka qenë, i bjen me qenë më e votuara për me nxon pozitën. Po.